U gjet nga familjarët e pragu i shtëpisë, ky është 31 vjeçari që i dha fund jetës nëpërmet mesazhi prekës. Ky është 31 vjeçari Daniel Mucenji, i cili u gjeti pa jetë para banesës së shtëpisë së tij në fshatin Skutaraq të Përmetit. Sipas informacioneve të para, dyshohet që 31 vjeçari të jetë vetvarur pasi vuante nga depresioni. Rreth orës 19:10 në fshatin Skutaraq Përmet, në banesën e tij është gjetur i pajetë. Dyshohet i vetvarur shtetasi DM rreth 31 vjeç, njoftoi policia. Faqja Bashkësia Përmet ka ndarë foton dhe mesazhin prekës. Postimi: Lamtomir Daniel, ike 31 vjeç nga kjo jetë, ike në lulen e rinis, ike dhe nuk i tregove askujt. Ike ashtu i qetë me mirësinë tënde që të karakterizonte gjithmonë dhe nuk i tregove as familjes, as shoqërisë. Ike në përjetësi duke lënë pas dhimbje dhe lot. Lamtomir Daniel, paraj sa po të pret.